Problemi i energjisë në Kosovë është daton që herët, fatkeqësisht është politizuar skajshmërisht, që duhet të ishte jashtë arbitrit politik, sepse ka të bëjë me zhvillim ekonomik dhe me dedikon edhe me interesa strategjike. Asnjë nga projektet nuk duhet ta lufton njëri tjetrin. Në Ballkan mungojnë me 10.000 megawatt energji elektrike. Tregu është i pangopshëm në Ballkan dhe në Evropën juglindore. Ne mund të zhvillojmë bloqet dhe të rehabilitojmë Kosovën OP, mund kemi energji nga dielli dhe era, mund kemi termocentral të ri, mund kemi gjithsesi ajo nga ligniti dhe gjithsesi edhe ajo që është nga gazi, do të thotë nga gazi amerikan. Prandaj nuk e shoh se ky politizim i ndihmon sektorit të energjisë. Edhe kyçja në gazin amerikan krijon një stabilitet, një zhvillim të shpejt, ka kosto më të vogël se sa procesi i gazifikimit, që është një proces i gjatë dhe super i shtrenjtë që ne me buxhetin e Kosovës nuk mund ta mbulojmë. Prandaj unë po të bëj thirrje që projektet energjetike nuk duhet ta luftojnë njëra tjetrën. Për të gjithë ka hapësirë të mjaftueshme. Gazi amerikan ka një përparësi të mirë, sepse është ka Shkupin afër Selanikut, Vlorën e ka shumë afër, është shumë i lirë dhe mund të ndikon shumë më shpejt në zhvillimin e këtij sektori. Prandaj ajo që kërkesa për të parë gazifikimin, ajo mund të vjen në fund të projekteve të tjera që mund të realizohen. Ku më shumë Kosova me siguru burime të mbrëmshme, por duke ditur se është një projekt i shtrenjtë, duke ditur që ka eksperiencë të vogël, ka diçka në SBA, në Kinde, në vende të tjera, mendoj që ky projekti që ka të bëjë me projektin e gazit amerikan është i lëvërdishëm ekonomikisht, financiarisht, i shpejt, krahas projekteve të tjera. Për them edhe një herë, është shumë e pa kuptim logjika për të shtyrë në konfrontim projektet me orientime të ndryshme edhe politike dhe gjëra të tjera. Po ajo humbja po shihet, ne kemi paguar 10 qindra miliarda euro në blerjet e energjisë, në çmimet të shtrenjta të energjisë. Kosova ka mund të jetë një shtet me zhvillim shumë të mirë në sektorin e energjisë dhe ky qëndrim betonizues i qeverisë në raport me projektet të tjera e dëmton të ardhmen ekonomike të Kosovës dhe të zhvillimit ekonomik të vendit. Shi vendet të rajonit çka po bëjnë për të kyçur në gaz. Do të thotë është një përpjekje maksimale që të kyçet në gazin që nga gazi amerikan dhe është po ashtu duhet shtyhen edhe projektet e tjera, siç i tham rehabilitimet, ato me erë, me energji solare. Ne mund të prodhojmë energji sepse tregu është i pangopshëm. Tregu është i pangopshëm. Sot bota po sillet rreth problemeve të energjisë. Lufta në Ukrainë, çështja e Rusisë, zhvillimet në Gjermani që i kanë rikthyer termocentralet, do të thotë është diçka që duhet të shfrytëzojmë hapësirën që është krijuar për Kosovë. Është një hapësirë shumë e mirë. Prandaj nuk duhet të hezitojmë. Nëse do me bëj gazifikimin të ta bën, sepse kemi nevojë për 2.000 megawatt të mbrëmshëm, rreth 2.000 kemi nevojë. Nuk mund të qëndrojmë vetëm me Kosovën A, sepse ka kosto, po ka zhvillime të vështira, termocentrale të vjetra, ndotje të mëdha. Do të thotë nuk duhet të ndërlidhem në përjashtimin e projekteve. Vendosni gazin, pastaj vjen gazifikimi dhe projekte të tjera.